Përshëndetje, sot do flasim për llojet e këmbëzave të makinës qepse. Ne njerë kemi folur para ca kohësh, kur edhe era ishe e vogël, që na ndihmovi dhe era. Dhe po këtu kemi më shumë, prandaj e mora, sepse unë nuk kam kaq shumë. Atëherë këtë të parë sigurisht që e kam, është qytet këmbëza standarde. Është këmbëza më e përdorur për qepje të përgjithshme dhe qepje të drejtë me zigzag. E dyta, këmbëza për zinxhir, dhe këtë e kam, përdoret për vendosjen e zinxhirit dhe pranë dhëmbëzve të tyre. Këmbëza për butona, pra për kopsa, se butona thonë kopsa, edhe këtë e kemi se vjen me makinë dhe kjo. Përdoret për qepjen automatike të vrimave të kopsave në një hap të vetëm. Kjo është këmbëza për qepjen e butonave, pra për kopsat. Ndihmon për qepjen e kopsave të fortë në veshje. Kjo është këmbëza overlock, këto nuk e kam. Përdoret për overlock, për fundimin e skajeve, pra për ku mbaron fund ai copa kur I kthejmë, dhe për të parandaluar çarjen e pluhurës, pra që mos na shqitet fijet. Këmbëza për qepje të fshehta, këto nuk e kam. Përdoret për të krijuar qepje pothuajse të padukshme në të fundeve të perdeve. Këmbëza për qepje të holla, këtë e kam, po ndoshta nuk e di është një lloj tjetër se jo, po ta shikoj. Përdoret për qepjen e fundeve të rrotulluar dhe për lhurave të holla, jo nuk e kam këtë. Këmbëza për mbledhjen, për ta bërë me rrudha, unë e kam, e kam model tjetër. Përdoret për mbledhjen e barabartë të polurës gjatë qepjes, pra që të bëhet me rrudha ose me flutra, si themi ndryshe. Këmbëza për bashkimin e skajeve. Përdoret për bashkimin e dy skajeve të polurës në mënyrë të përkryer, jo, nuk e kam këtë, mera parë që dëgjoj. Këmbëza për kilt ose për shtresa, ideale për kilt dyshek dhe shtresa, për qepjen e shtresave të polurës. Këtu zakonisht këtë numër 10 e përdorin gjithë të gratë, në Amerikë përdoret shumë ky kilti, e përdoren shumë të gratë që bëjnë kilt. Pra, në qoftë se je kilt, që bën kilt, rrallë do merret me qepsi, janë të ndara dhe këto. Këmbët për transportin e sipër, walking foot, kjo është tip suzatori, pra, mos e lexojmë, pra është në vend të suzatorit, kush nuk ka suzator. Këmba teflon si përfaqe jo ngjitse, pra ideale për lëkurë, vinil apo polura ngjitse, është shumë e mirë kjo. Unë kam marrë një tjetër që ka rolin e kësaj, por nuk e di nëse është me një si tip ruloni, si puna e kësaj. Pra o mund të merrni këtë teflonën ose mund të merrni atë me rulon, është e njëjta gjë. Këmbëza për qepje darnuese e lirë dhe qepje për borduar. Kjo është për qëndisje, Përdoret për qepje, qëndisje të lirë dhe qëndisje, pra qëndisje. Këmbëza për aplikime, ndihmon për qepjen e aplikimeve me pamje të lartë dhe qepjeve të polurës. Këmbë për ruaza dhe perla, përdoret për qepjen e ruazave të perlave dhe ose vija modele dekorative. Këmbë për paspulim, piping është ku futim ato, ku janë rripat e hollë shumë, për rripat e hollë. Përdoret për qepjen e paspulit, zbukurimit me fill dhe të skajeve. Këmbëza për kordona, udhëzon dhe fikson kordonat në vend të qepjes. Pra këto që po lexojmë tani janë për ato që bëjnë gjëra artistike, që I duan. Këmbëza për kilti, edhe kjo, 1/4, për inç, s'po e lexojmë. Këmbëza për qepje saten, e dizenjuar për hapje të gjërë për qepje sateni dhe motive dekorative. Këmbëza me udhëzues magnetik për qepje, pa që tecësh drejt është kjo. Udhëzuese, pra dhe kjo që tecësh drejt, sa të lartë do, nuk po e lexojmë. Këmbëza për palosje, pra mbledh dhe krijon palosje polur automatikisht, pa edhe kjo për rrudha. Këmbëza me gisht të hapur, siguron pamje të qartë të qepjes dhe shkëlqyer për aplikime dhe kjo është për ato që merren me kilt dhe për qëndisme. Në rregull? Atëherë, ju kë kishit nga këto këmbëza dhe këtë do doni të kishit, shkruani në koment.